Kjo është bashortja, gruaja, motra, nona, vllavi, gjithçka. 44 vjet infirmëri. Mirë po, ka ndihmu shumë, jashtë rojt kam fjalën. Kur pagesë nuk ka marrë të ushqimit, injektimit, s'ka të qohë. Po erdhë momenti jeta e tillë, atë natë ku ka ndodhur rasti, ka qenë kjo që unë e marrë dhe në Gjakovë, je mërzu, ku më thi komën e në kongjendit shumë të keqe, edhe s'ke mënu që për te kalën. Erdhë momenti që shumë kune ju ka gjetë, që ka shpëtu jetë gojë me fremore, një raset të afrëve të mi, edhe në fund të erdhë momenti që gjallit vetë nuk pat mundësi, as pat nevoj, as një gotë ujë me e japë. E infermiere. Shumë ku i ka një mu, po jeta është e tjilë. 44 vjetë stazh i ka. Një zonjë. Është një gjohë tjetër, une, kjo përnon në dejnë 8, une për që ka ndodhë dhe rasti me djallin, mas orës 8 nuk kem dalë që 3 vjetë sa për i shpis. Nuk e lo vetëm. Nuk e lo vetëm, kur? So fshjet është kjo, si non me jetu vetëm, me mëndojt vetëm një kohë, po së është natën në fjellë. E vërtet, po. Më tonë përpiqesh me qenë afër saj që me të i kalu se cilin... Po, tash nuk kuptohet, nuk muj me dasht, figurativisht e më ka volë, sigur që kom dasht për para. Po respektoj në nëri dhe thërma tepër, sa që kom nërvu kom respektu. Jo si grutash, po si nanë djallit, si një nanë. Po fatin na thënë fati keq, fati është pozitiv. Po kjo ka kun fatkeqësia e unë që në këtë mush me met pa djallë. E vështirë. E vështirë.